Hi guys, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Alketa, si që shikoni kam gjysmën e flokëve kaçurela dhe gjysmën të drejtë. Po bëjmë gati për sot në darkë, si që kam thënë Amarili si sot ka konkurs, do shkojmë të këndojmë për të fituar një kupë Piccola Stella, një gjë e tillë ka emrin. Edhe po bëjmë gati që tani sepse në darkët jam e sigurt që s'do kem kohë, se duke se të mora Amarili si në Arlin rrobat e Amaril do s'është dhe në punë. Plus kam disa porosita Marlit për të mbaruar dhe thash okej, bëjmë gati që tani edhe po ran pak let bjeri s'ka problem. Bëra dush edhe po bëjmë gati. Do t'i marrim me vete sot. Është një eshtun. Hey guys! Tani se i mbarova vlogët kaçurela, si ju duken, do bjejnë pak, do bjejnë, nuk do jenë kaq, por duken kështu. Kisha shumë që si bëja kështu. Më pëlqejnë. Tani janë shumë, pastaj do bjen. Edhe ecco dove ami? Crystal Ball është kjo. Questa è la... Crystal Ball. No, quello è Mini. Mini. Ali! Dhe si shpër të shumë? Mama, unë video. Gasi, kemi bërë një tjetër, shikon njësa po. Crystal Ball. Tani të ndej qik robat e Arlit se ka djell, edhe pastaj do shkoj t'i bëj qik vlogët Amarilit kaçurela. Edhe kështu. Hey guys, jemi bërë gati, si që shikoni nuk ju mora dot me vete se me fëmijët e tëra më radhë, si që shikoni kjo është dhe outfit, dhe check. Shumë, kam një flogët me ondi, kam kapi një kapse dhe kjo do jetë outfiti për sot. Tani do zbresim, do nisemi dhe do t'i marrim me vete. Niste. Cos'è tu? Cos'è? Arli? Andiamo. Ami. Arli, ku je I bukur? Po, menina. Hajde s'dekim të dada. Në më dorë mamit. Ha. Kemi daluar njërë se na duash një flet e Amarilit një garanci dhe do I nisemi, do ikim për në... Ja. Ami, hai sonno? Hai sonno? Abbiamo sbagliato oggi lasciarti con le amiche perché sei già stanco. Hi guys! Ilti, prezantohet. Kemi ardhur të këndojnë Amarili si palko është atje. Amarili si kemi të këndojmë sot, do kënaqemi. Unë jam shumë për drite si gjithmonë, por nese. Nuk e di se nxojmë, do ordinojmë që të marrë me vete. Sa po kemi mbaruar të ngrënëri dhe tani do fillojnë.
arrivati tutti quanti a questa meravigliosa sera. Si chiama Punta alle Stelle. Che ha accettato questo bel evento, il cucina, il cuoco, il pizzaiolo. Tutti. Difficile, però noi siamo qua. Allora. Volevo ringraziare il maestro. Dei passi così la prima volta. E direi che io vado a snaslare come. Abbiamo un festival decennale. Io voglio ringraziare innanzitutto il Gen 6. Prego. Io incomincio con presentare lei, la più piccola, chiamo sul palco Amarilis Lesnosa. Poi lei mi dirà Un grande applauso, meglio. vieni, Vieni, un applauso a questa bimba. Allora, aspetta che ti do il gelato. Allora, dillo bene il tuo nome perché io lo sbaglio. Lei, da dove vieni? Quanti anni hai? Parla nel microfono. Vengo da Gatteo e ho 8 anni. Da Gatteo e ho 8 anni. E che cosa ci fai ascoltare questa sera? Set Fire di Adele. Signore e signori, un grandissimo applauso per Amarilis! Non sento l'applauso, più forte. I giurati. Studiare, ma non smettere mai. Grazie, ancora un applauso Brava. ad Amarilis. Continuiamo con i. Vieni su, per fare una mano. Prego, giurati. Vale, io penso di averti sentito. Njerëz, vejtim shtëpi. Jemi kthyer njerëz, ne do vishim make-upin edhe fondotinta. Siç e shikoni ka ngelur eksaktësisht siç e kam hapur unë sot. Ja edhe nga afër. Tani heqim make-upin. Jam këtu, Arlie. Jam këtu. Heqim gjysmën e fytyrës për të kuptuar efektin. Shikoni këtu që kam fondotint edhe këtu që s'kam. Nuk është shumë dallimi i madh. Ore, kam një pyetje unë. Pse gratë kur luajnë syt ose i fshin ato, ja bëjnë gojës krah? Si kam pse? E keni gjetur në njërë këtë psen? Se unë se di pse, vini instinktivisht, nuk e di pse. Asem. Ere, Lus. Ha.
Sto mettendo la crema? Poi ci mami make-upin. A dini ta shikoni Arli sa i bukur bërë sot, o zotë ma. Do ka haj fare. Të ndis pak drejtën se më shikoni mirë jo. Oh! Buongiorno! Orso, vengo con te, hajde të shikojnë që këtu te kamera, hajde. Shikoj. Orso, vengo con te. E pan. Hajde goja të një. Mami që pusat. Ti që mami pusa çunit? Ha, me ma kam. Opa, titra. Opla. O që mami pusat. Flokët sot ishin një bombë njerëz. Tani do heqim çik këto rimele, shikoni çik çupi këtemi. Edhe fytyrën time. Pa make-up. Të hoqëm. Tani do heqim këto rimelin se po soshe rimelin nesër do ngrihem me sytë e kuq. Që kështu fillojmë. Ti zbusim njerë. Arli, që bërë sot i mami? A di si jam njërës, jo e lodhur, e vdekur, dua gjumë. Dua gjumë. Mos të them që po më zëj që tani kështu. Bun. Këta ngjyra syve të mi nuk i merret vesh. Një ditë janë kaf, një ditë janë si t'jeshilja, tani shumë janë si t'jeshil, si merret vesh. Janë si kaf, si jeshil. Nuk e marr vesh. Gjithsesi. Maskara është goxha e mirë kjo maskara. Shkoni? Tani po heqim se. Jam shumë e lodhur, ja kalon shumë mirë. Marilis këndovi, ishte e para dhe Marilis ka gjithmonë këtë problemin e të kënduarit e para. Do që t'jetë e dyta, e treta, por që po dhe gohat atyre janë datyra dhe ne do t'i zbatojmë. Po që u kënaqëm shumë, Amarit dhe pasaj mori Arlin i Kudami dhe aty afër kishte lodra se ishin buzdetit. Unë dhe Kamilën përse se kemi ndejtë të darkën aty të në gju këngët. Edhe fëmijët që u kanë kënaq me Amarildën. Se normal me atë duan të rinjë me mos më marrin tër ditën. Kanë atë dufin e të ndenjurit me babën e vetë. Për mamin nuk pyetën fare sot ndar. Arli që po bëndi mamë? Ana kollore të shpirt. E mbarove? Aspetta, scusa. Shkone. Më pëlqevi shumë make-upi sotëm, por them shumë. Shumë fare. Jam shumë e lodhur. Fytyra ime pa filtra njerëz. Ku e gjeni një person që atë kon kaq afër fytyrën pa filtra. Përveç se meje, se unë s'kam komplekse. Kjo që jam, dhe ndëshuar vetën time këtë që jam. Kuptovëm. Tani do ishë këtë make-upin unë, do vetë që kremin tim, ta Marli, dhe i ka unë, gjonë. Do rem qikë dhërnët, dhe se do flem. Ndrë qikë Arli dhe po me drejta të dhe thënë. Po ka këllasimit të mire për i gërmit sytë këshu. Dua gjurë. Gjithsesi fytyra është super hidratuar.
sepse dhe Larsin e keni nga Alketa, nga Marli, se thash nga Alketa. Sa Alketa e mu, po emri i qendrës punës time është Marli. Dhe shikoni që kur ne shkojmë heqim make-upin, e lënë fytyrën për të hidratuar. Shikoni? Shikoni që këta fytyrë. Jam e lodhur, por rëndësishme që fytyra ime është e hidratuar. Heqim gjithë make-upin. Tani do vëmë çik kremin e Amarli. Që është këtu. Që do biri? Ku jere? Vëmë kremin e Amarli. Ka që lodhur, kam lejt me takave, njërës nuk e disa vite kisha që më ishka takë. Por më pëlqen të vetja me taka, më pëlqen të shumë me thënë drejt. E shijova shumë. Ka tjetër femra me taka. Të zlançon trupin, dukesh më elegante, më zonjë. Është natë, është shpirt. Po në drejt. Po i bëj këto vlogje dhe shkurtra njerëz sepse është punë me vete dhe nuk mundem do t'jem aktive nga të gjitha dhe bëj kremra dhe porositë e juaja, të bëj dhe vlog. Por ka një aromë kë kremi që se keni ide. Të japin mami pici tani dhe të ndrojnë mami qëre dhe bëjmë pici. Keni një fytyrë pa filtra, pa make-up. Faleminderit. Ikim tani. Natën. Hey guys, përshëndetje. Jam këtu. Sa po kam ndrerë disa rroba të Amarildos. Amin e kemi ndet me shoqet, me binjakët komshije tona. Edhe tani do bëjmë gati se do shkoj të rregulloj hallën time se ka një dasëm dhe do t'ju marr me veti, do t'ju tregoj para dhe pas si do ta bëj. Edhe do përdorim patjetër fondotintën e Amarli, edhe produktet e Amarli, kremin halla e ka bler gja, e ka. Edhe po, do t'ju marr me vete, do shkoj tani. Arli dhe Amarildo janë lartë, Amarildo sot ka bërë punë shtëpie për sa i përket këtyre rregullimit me silikon dritare të kështu, se është diell dhe thahet kollaj. Edhe po unë sot kam veshur fustan gjatë me sandale dhe po, ju t'jen diku tek një, nuk e di sa grad 28 sigurt njerë, por kur ta shikoj do t'ja u them. Edhe fustani duket shumë. I ka tani. Sa për mbrëm, kaluam shumë mirë, u kënaqëm. Arli dhe Amarildo kanë qenë gjatë gjithë kohës te lodrat, unë edhe Ami. Ami ka ndetë që ka ndetë tek, kurse unë dhe Kamila kemi ndjekur festivalin, koncertin gjatë gjithë kohës, jemi kënaq. Kemi bërë dhe një super live. Edhe kështu tani thash bërë gati dhe të nisësh atike, se pasaj burri ka puni, duhet makina. Do vim babim tani këtu dhe nuk di çfarë do bëjnë me makinat e njëri tjetrit gjithsesi. Ti marr me vete. Okej? Shkojmë. Do t'ju flas pak për këtë llojin e lules, këtë llojin e sjepit, këtë këtu, siç e shikoni, kjo ka qenë një ndër ato lulet që mua më ka bërë të vjell për 9 muaj rresht të zani me Arlin, edhe akoma dhe tani e kam atë ndjesinë e keqe, dhe më thënë herën, që më jep si të vjell, sepse vërtet ka qenë një nga ato lule që ma kanë zi shtatzanin.
dhe pas. Do kthehemi pas pak. Dhe rezultati i fundit, kemi bërë edhe flokët. Është sa bukur, tani do bëjmë Emilin. Pastaj halla do t'i kapim kështu larg. Kështu, imagjinoni që me një gest kaq të vogël ja ngrem flok lart dhe super duper. Kam hallat e bukura, pavarësisht se s'mbahen këto. Ja edhe kapja, shumë bukur, këto cillufe që bien kështu natyralisht. Është bellissimo. Shiko cikletina? Ti Ledina ke qenë shumë e bukur dhe je për zotin. Thjesht mbaj veten, je shumë e bukur. Hey guys, kemi vajtur, a mi jepi çun? Të Immaculore. Dhe da Valentina dhe këtu kemi babën. Babo. Do bëjmë çik mbylljen se s'kam bërë mbylljen e videos. Elali? Ela. Ecco, ku kam mbyllje më të bukur. Ciao guys!